Në datën 18 janar kemi një hënë të re, ndodhet tek shenja e Vricjapit dhe boshti gafori Vricjap është shumë i rëndësishëm në anën astrologjike. Është periudha ku një lloj si dhe gaforia na duhet që të ndryshojmë guack. Hedhim atë të vjetrën dhe jemi duke krijuar të re. Për këtë arsye jemi pak edhe më të pambrojtur. Dhe domosdoshmërisht kemi edhe më tepër nevojë për mbështetje. Kjo është edhe arsye që u gëzova vërtet shumë kur mora vesh që Fjorza kishte zgjedhur kristalin e vitit, amethistin, duke qenë se përtej mbrojtjes energjetike në astrologji ka një ndikim vërtet shumë të madh sepse aktivizon Jupiterin tonë hart. Këto momente është vërtet shumë e rëndësishëm sepse mban në këmbë burojën tonë energjetike dhe na mbron nga sulmet që mund të vinë nga jashtë, ndërkohë që ne jemi duke krijuar guackën tonë të re. Ne jemi qeniet më të fuqishme në univers, kemi fuqi që të krijojmë gjithçka, por ka dhe momente ku na duhet vërtet ndihmë. Dhe ky është një nga ato. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam astrologja Denisa Shyle. Faleminderit dhe mos harroni të më ndiqni për të marrë informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.